Në policinë e Kosovës bëhen me qindra e mira ankesa, brenda një dite nga qytetarët për çështje të ndryshme. Në disa raste, këto ankesa drejtohen edhe ndaj zyrtarëve të policisë. Betimi për drejtësi ju sjell një rast të ankesave të dy qytetarëve që hedhin dyshime serioze për sjelljen në komunikacion të komandantit të stacionit policor në Klinë, Enis Luka. Në njërën prej ankesave që ka siguruar betimi për drejtësi, qytetari pretendon se më 4 mars të këtij viti, rreth orës 7:41, vetura zyrtare me tabelat 207-04 ka lëvizur me shpejtësi të madhe dhe në mënyrë të rrezikshme në rrugë. Gjatë gjithë rrugës, vozit me shpejtësi të madhe, duke përsëritur kundërvajtjet, edhe me 2 raste të njëjta si kjo në video dhe foto. Në një rast, e ndal një vetur Passat, e cila hyn në tejkalim të rrezikshëm, duke mos e ndalur në vend të sigurt, por e bllokon shiritin e kundërt me veturë të policisë dhe bisedon me personin dhe lëshon pa dënuar besoj. Si qytetar, jam i shqetësuar për sjellje të tillë dhe një vozitje kaq të rrezikshme të këtij polici. Në këtë ankesë, qytetari ka bashkëngjitur një fotografi dhe video të veturës zyrtare të policisë, të cilat betimi për drejtësi ka siguruar. Në këtë video shihet qartë që vetura e policisë tejkalon në vijë të pandërprer. E në fotografi shihet vetura e policisë në mes të vijës së pandërprer apo shiritit të ndarës të rrugës. Ankesës së muajit mars i paraprin një tjetër në muajin shkurt. Në të qytetari pretendon se më 9 shkurt rreth orës 10, komandanti Enis Luka, duke dalur nga stacioni policor në Klinë, kishte bërë vozitje të rrezikshme, siç thuhet në ankesë me shllajf. Sot, më datë 9 shkurt 2026, rreth orës 10:10 të mëngjesit, komandanti i stacionit policor në Klinë, Enis Luka, me veturën zyrtare 207-04, duke dalur nga stacioni policor në Klinë gjatë kyçjes në rrugë, bën vozitje të rrezikshme me shllajf, ku dëgjohet edhe fishkëllima e gomave. Të gjitha këto i ka parë edhe shefi i operativës Skender Morina, së bashku me disa zyrtarë që ishin para stacionit. Të gjitha këto munden me i vërtetu nëse i merrni kamerat e stacionit, ku shihet shumë qartë me video dhe zë, të gjitha të cekura më lart. Betimi për drejtësi nga burimet brenda policisë kupton se vetura zyrtare me tabelat 207-04 i përket komandantit Luka. Megjithatë, kur ekipi telefonon komandantin Luka për t'i sqaruar rrethana dhe pretendimet në ankesa, ai ndërpret bisedën. Apo flas me komandantin Enis Luka? Po. Nderum, jam Shpresa, gazetare prej betimit për drejtësi, më fal nëse po ju pengoj diçka. Jo, Dashta me ju pyet rreth një rasti që jemi duke trajtu, janë disa ankesa që janë bë ndaj juve për shkak të vozitjes që e keni pas jo me rrezikshmëri. Pretendimet në ankesë janë se në njërin rast, vozitjen e rrezikshme të komandantit e ka parë edhe shefi i operativës Skender Morina me disa zyrtar policor. Morina tha se nuk ka njohuri për çështjen dhe se nuk ka qenë i pranishëm në momentin kur pretendohet se ka ndodhur ngjarja. Kam njohuri unë për këtë farma veti, ndërume. A ka ndodhur në ndonjë rast që jo përderisa keni qenë jashtë me po? Absolut, s'kam njohuri nuk jem kohë aty, as nuk di që ta shpejtje për marrë vesh. Rasti ka pas me u trajtu prej hektimeve të brendshme. Unë është me drejtu drejtërisë rajonale. Drejtërisë rajonale me adresu, s'kam njohuri unë. Deri më tash, ju kanë pyet juve diçka? Sepse hetimet e brendshme? Kërkush s'm ka vetë, s'm ka vetë kërkush as që morë me unë as nuk e di. Absolut s'kam qosë për këtë farma veti. Po është e vërtet që ka pas vozitje të rrezikshme komandanti Enis Luka? Po e ti zoj, unë nuk kur jem kohë aty, unë nuk e di qa është e vërtet, as është sigurisht se kom vërtet, se kom pasën, se kom po. Ankesat e qytetarëve janë përcjellur në inspektoratin policor. Në një përgjigje për betimin për drejtësi, IPK konfirmoi se kanë pranuar ankesat dhe se janë përcjellur për trajtim disiplinor në drejtorinë për hetime të brendshme të policisë. Fillimisht në polici nuk u janë përgjigjur pyetjeve konkrete të betimit për drejtësi, por kanë thënë se çështja në fjalë e kanë pranuar më 25 mars dhe se është në proces hetimi. Që nga ajo kohë, ekipi ka kërkuar vazhdimisht informacione për epilogun e rastit. Dhe më 30 qershor në përgjigjen e tyre, sqarohet se nuk është gjetur ndonjë element i shkeljes disiplinore.
nga se sipas tyre nuk ka prova, ndonse në ankesën e muajit mars janë bashkëngjitur foto dhe video. Ndërka që në ankesën e muajit shkurt, pretendohet se vozitja e rrezikshme e Lukës mund të argumentohet duke u marrë kamerat e stacionit policor. Betimi për drejtësi që nga muaji prill ka kërkuar informacione nga policia sa janë marrë pamjet e kamerave, të cilat mund të vërtetonin pretendimin në ankesë, por nga ky institucion nuk kanë kthyer përgjigje. Drejtoria e hetimeve të brendshme e EPK-s ka zhvilluar procedurë disiplinore ndaj punonjësit të apostrofuar për shkelje disiplinore. Bazuar në veprimet hetimore, shkresat e lëndës, deklaratat e palëve, analizimin e shkresave të lëndës dhe videoincizimin, nuk është gjetur ndonjë element i shkeljes disiplinore nga se nuk ka prova, dëshmi që dëshmojnë kryerjen e ndonjë shkelje disiplinore të paraporë me udhëzimin administrativ për shkeljet, mosat dhe procedura disiplinore në Policinë e Kosovës. Gjithashtu është vërtetuar se për të njëjtin çështje ishte zhvilluar hetim disiplinor edhe në nivel lokal, të cilët kishin konstatuar se nuk kishte elemente të shkeljes disiplinore. Nëse brenda afotit të parapor procedural ofrohen prova dhe dëshmi të reja që lidhen me këtë lëndë disiplinore, autoriteti vendimarrës mund të rifillojë procedurën disiplinore. Komandanti Enis Luka edhe më herët ka qenë i përfshirë në një rast trafiku me pasoja fatale. Sipas aktgjykimit të siguruar nga betimi për drejtësi, në vitin 2008, ai ishte shpallur fajtor për një aksident të shkaktuar me veturë zyrtare, ku kishte humbur jetën një këmsor, por Luka ishte liruar nga dënimi. Pra, sipas vendimit, Luka ka kryer veprën penale rrezikimi i trafikut publik nga neni 297 paragrafi 5 lidhur me paragrafin 3 të kodit të përkohshëm të procedurës penale të Kosovës. Por gjykata e kishte liruar nga dënimi duke u bazuar në disa dispozita të tjera të kodit të përkohshëm të procedurës penale. Bazuar në vendimin e gjykatës së qarkut në Pej, Luka më datë 2 shkurt 2008, rreth orës 23:50 në Deçan, përballë ambulancës së Deçanit, nuk kishte përshtatur shpejtësinë e automjetit dhe nga pakujdesia kishte shkaktuar aksident trafiku, e që si pasojë kishte vdekur këmsori. I akuzuari i cili drejtonte automjetin zyrtar të SHPK-s të markës Toyota, pikërisht përballë ambulancës së Deçanit, e cila pjesë e rrugës ishte në tërësi në errësirë për shkak të reduktimeve të rrymës, në një afërsi shumë të vogël vërin këmsorin, tani të ndjerin, që në mënyrë të pakontrolluar kishte filluar të truponte rrugën nga ana e djathtë në të majtë, me që rasti akuzuari edhe përkundër tentimit që t'i shmangit goditjes, ik nga ana e djathtë në të majtë. Mirë, po për shkak të afërcisë që ishte me tani të ndjerin, i akuzuari me pjesën e parë anësore të anës së djathtë, si dhe me pasqyrën e djathtë godet këmsorin, dhe pas kësaj goditje, i njëjti përplaset me kokë në anën e djathtë të parafangos së parë, ku pas kësaj goditje, këmsori rrëzohet për tokë. Tutje në vendim, thuhet se i akuzuari Luka dhe kolegët e tij e kanë futur viktimën në automjetin e autoambulancës së Deçanit. Këmsori që ishte goditur ishte dërguar në spitalin rajonal të Pejës, por që i njëjti, nga plagët e rënda të shkaktuara, në spital kishte arritur pa shenja jete. Vëllai tani të ndjerit thot se babai i tyre e kishte falur, por se sipas tij, institucionet duhej të bënin punën më mirë. O shku me marrë një spi, ata ka dalë, ata e konë shpet, i ka bodhe, edhe kanë gjujë 30 mega. Ajo dhe huvan. Mazdrejka i thot se sa herë që sheh veturat e policisë, ja përkujtojnë vëllain e tij 21 vjeçar. Në trojë mojta që se kom ditë vonë e rikë të proceduar që më këllë e mund, se kom ditë që kom arruë, arrëj, kurse, ka që shë tjere të policisë për folje, ta më dosh një arruë mam në pojarë. E kom dënë, se ma përkujtojnë me njerë. Rasti fatal i vitit 2008 mbetet një plagë e hapur për familjen Mazdrekaj, ndërsa ankesat e fundit ndaj komandantit Enis Luka kanë ngritur sërish pyetje mbi mënyrën e verifikimit të pretendimeve për vozitje të rrezikshme. Pavarësisht kësaj, procedura disiplinore është mbyllur pa gjetur elemente të shkeljes.